Çfarë do t'i vë djalit nesër me vete në shkollë? Kjo është pyetja që i bëj vetes si me çdo ditë. Edhe shumë herë nuk kam përgjigje, se nuk e ha ushqimin e shkollës siç u kam thënë, sado që kanë ushqim tek shkolla, nuk i pëlqen, edhe duhet gjithmonë të gjej ide se çfarë t'i vë me vete në shkollë. Sot i përgatita kek me mollë, siç mund të shikoni, i griva një mollë brenda, i hodha 2 vezë, pak kosë, pak nga ky baking powder dhe i hodha, ky është miell i cili është nga tërshëra, do me thënë blova tërshërën. Tani si shikoni e bëra me sy unë, duhet që të dali pak e ngurtë përzierja, jo shumë e ujshme, jo shumë e fortë. Edhe pastaja griva dhe një mollë tjetër, nuk e griva në fakt, e preva me thikë dhe ja hodha brenda kështu copa që të kuptohet molla brenda. Mund të themi që është një lloj milopita, që e themi në grekisht milopita, por nuk është milopita, e bëj kek me mollë, tani mund ta thoni si të doni. I hodha dhe mjalt brenda, një lug mjaltë, se më duket harrova t'ua thosha në fillim. Është shumë e shpejtë, shumë e thjeshtë, edhe del goxha e shishme. Unë i vendosa dhe djalit që të marri me vete në shkollë, edhe unë do shoqëroj kafe në mëngjesit, edhe të drekës dhe të darkës të mëngjesit, se vetëm në mëngjes pi kafe, pas ka mbaruar punën gjithmonë, edhe dua një ëmbëlsirë që të shoqëroj kafen. Për sot ëmbëlsira është kek, nga lart i hodha dhe një çik kanellë, njerëz edhe del, jam mos e pyesni, provojeni.